Polit të policisë së Kosovës. Mes jugut dhe veriut të Mitrovicës, kjo urë ka mbajtur për vite një peshë që shkon përtej betonit dhe hekurit. Për vite mbi të kanë qëndruar patrullat e karabinjerëve italian, duke mbikëqyrur një zonë ku qyteti ndahet mes jugut dhe veriut. Këtë urë që shoqëruan barikada e Trazira, prej të martës do të jenë edhe në mbikëqyrjen e policisë së Kosovës, pasi KFOR-i ka nisur zvoglimin gradual të pranisë së tij, bazuar në vlerësimin dhe parashikimin e situatës së sigurisë. Kjo hapësirë tek ura e Ibrit që ndon Mitrovicën e jugut me atë të veriut, pas 27 viteve, veturat e KFOR-it janë larguar nga kjo pjesë, tashmë e ka marrë në menaxhim Policia e Kosovës. Ky zhvillim është mirëpritur nga disa qytetarë të Mitrovicës, të cilët kanë thënë se kjo pjesë e qytetit duhet të menaxhohet nga institucionet dhe organet e rendit të Kosovës. Ndërkohë qytetarë të tjerë kanë shprehur dyshime se në këtë ndryshim mund të ketë rol edhe faktori ndërkombëtar. Shumë më mirë është, shumë më mirë. Është në pyetje Ballkani hapur, ajo veç e formuar, po jo zyrtarisht. Këtu pak dikur ka dominojnë këta shteteve të mëdha, që është mirë në vesh ata, neve na sillin që dojnë. Veç inshallah e kemi qetë pa mosmarrëveshje. Por ky ndryshim nuk është i sotëm, sipas gazetarit Izedin Krasniqi, pasi qëndron një proces i nisur më shumë se 2 dekada më parë. Ky proces që është aktualizuar tani ka një histori, dhatë nga janari vitit 2005, në atë kohë KFOR-i ka ndryshuar masat e sigurisë, duke vendosur me zëvendësu patrullimet fikse me patrullime mobile dhe me mbajtjen e përgjegjësisë tek atëherë Policia e Unikut edhe shërbimi i policisë i Kosovës. Për asamblejisen e lëvizjes vetëvendosje në komunën e Mitrovicës së veriut Aida Doli, ky ndryshim shihet si një hap pozitiv për të gjithë qytetarët e Mitrovicës. Ky është një lajm shumë i mirë për të gjithë qytetarët e Mitrovicës në përgjithësi. Është një proces i cili është duke ndodhur tashmë, kështu që e kemi prisë një lajm shumë të mirë, ku tashmë siguria e urës së Ibrit kalon te Policia e Republikës së Kosovës, ku unë po shpresoj dhe po besoj që shumë shpejt nuk ka më pas nevojë, domethënë as për policinë e Kosovës që të qëndroj aty. Asamblejsti i PD-k-s në komunën e Mitrovicës së veriut Emir Azemi vlerëson se këto ndryshime do të kontribuojnë në forcimin e stabilitetit politik dhe të sigurisë në këtë pjesë të Kosovës. Këto zhvillime duhet të sjellin do të thotë një farë forme, një stabilitet afatgjat politik e të sigurisë në këtë pjesë të Republikës Kosovës. Mendoj që pas shumë zhvillimeve, sidomos pas ndërtimit të urës në pjesën e majtë këtu ku gjindemi dhe urës në pjesën e djathtë përkombësor, bllokimi i urës nuk ka kuptim, do thotë edhe nga aspekti do thotë psikologjik edhe politik, po dhe i sigurisë nuk ka kur farënësie do thotë mbajtja e bllokuar e kësaj urës. Eksperti i sigurisë Arben Dashevsi vlerëson se Policia e Kosovës tashmë ka dëshmuar kapacitetet e saj në menaxhimin e situatave të sigurisë në veri të vendit. Po sa të themi ne që nuk ka incidente etnike në këto pjesë që 3 vite, atëherë edhe relaksimi vjen natyrshëm. Atëherë edhe situata e sigurisë brendshme që quhet siguri publike relaksohet dhe vihet deri te riorganizimi gradual, domethënë prej reaguesit 3 me reaguesin e 2 dhe reaguesin e parë që janë gjithmonë bashkëpunim, bashkëveprim dhe koordinim me njëri tjetrin dhe lëshohet kjo urë për institucionet tona të sigurisë që quhet Policia e Kosovës. Ky zhvillim nuk kaloi pa reagime nga Beogradi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kundërshtuar paralajmërimin për tërheqjen graduale të personelit të KFOR-it nga ura mbi lumin Ibër, duke rikthyer retorikën e njohur politike të Beogradit. Pas më shumë se 2 dekadash, KFOR-i po riformson gradualisht praninë e tij të sigurisë në disa prej pikave më të ndjeshme të Kosovës. Integrimi i policisë së Kosovës me sigurimin e manastirit të Deçanit dhe tërheqja graduale e pranishme së përhershme nga ura kryesore mbi lumin Ibër shënoi një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën se si menaxhohet siguria në këto zona. Të dyja proceset po zhvillohen në koordinim me institucionet vendore dhe ULEX-in, duke sinjalizuar një kalim gradual të përgjegjësive të sigurisë të institucionet e Kosovës. Derisa